cili më ka bërë përshtypje një kërkesa e prokurorit që të mos i argumentoj provat cilat i kanë ofruar me arsyetimin që nuk ka ligj që më detyron. Gjë që prikëndvështrimit tim si jurist, ndoshta edhe avokati mund ta elaborojë këta si prikëndvështrimit si avokat në këtë rast, ajo që ka kërkuar prokuria është jashtë procedurale, do të thotë pa kuptim, mirë për gana tjetër që mund të shkojë dhe mund të shkon në favor të ishkrerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse që nga starti unë gjithmonë kam thënë që ka pasur në aspektin procedural shkelje të një procesi i cili sipas kornizës ligjore dhe kushtetutës, secili qytetar apo secila palë involuar në proces e ka të drejtën që të ketë një proces të drejtë pa anshëm dhe natyrisht ketë edhe barazi në mes të palëve, që nga starti nuk ka pas barazi të palëve në proces, dhe thotë kur nuk ka pas armë të barabarta të palëve në proces, duke filluar nga dosja ku është ngrit akt akuza, pastaj vonesat e përgatitjes së dosjes për avokatët mbrojtës, gjithmonë me arsyetime të pakuptimta, deri te pjesa mbajtjes në arrest të shqiptimit të masës mbrojtëse mbajtjes në paraburgim të ish-krerëve, duke dhënë argumente dhe arsyetime nga ana e gjykatës të realisht të pakuptimta, sepse fundja asistencën sa i përket çështjeve të sigurisë dhe mbikëqyrjes